Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi e takon Allahut Azza wa Jalla, aty e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe e ndjekin rrugën e Muhammedit alaihi salatu wassalam. Këtu poshtë jemi duke folur për 40 hadithet e Imam Neveviut, që i kam mbledh 40 hadithet e Imam Neveviut. Dhe kena përmend që 40 është përmend numri, por ato janë pak më shumë se 40, 42 ose disa kanë nda hadithin gjys 43. Ndërsa na jemi duke u folur për këtu hadithe inshallah. Mirë po, hadithin e parë kemi përfunduar herën e kaluar. Hadithin e parë kemi përfunduar herën e kaluar. Dhe ju kemi të regu që jo që ja kemi dhënë fundin hadithit, por duke e po të gjendjen që nashta mos zgat çdo hadith dën detaje të shumta, e kemi po më atërsishme me shkurtu pak hadithet. Me shkurtu pak, ju më shkurtu hadithin si hadith, po zbërthimin e hadithit me shkurtu, që mos të keq kuptohemi. Dhe kësaj rrota për janismi hadithit e dytë. Dhe me të drejtën ky hadith i dytë, që disa njohin se hadithi i Gjibrilit. Hadithi i Gjibrilit. Disa për shembull kur flasin për këtë hadith, kur e rreshtojnë këtë hadith, për shembull ngjesin emër, thonë ardha e Gjibrilit alayhi salam për t'ia mësuar muslimanëve çështjet e fesë. Disa emërojnë edhe kështu. Mirë po, më shumë nihet hadithi i Gjibrilit. Cilën do që tuti? Ndash ardha po flasmi për hadithin që ka të bëjë ardha e Gjibrilit alayhi salam për mësimin që njerëzve më mësu ose muslimanëve më mësu fejen, çështjet e fesë, ndashtu i hadithi i Gjibrilit, cilën do që e thonë nuk ka problem. Dhe me thonë për këtë hadith janë që ka sjell Imam Neveviu dytin më një herë ka sjell në renditje dietarët edhe më herët. Tash një 700 vjet kanë shkruar libër komplet. Kanë shkruar libër voluminoze veç për këtë hadith. Po ka edhe prej të rive që veç zbërthimin e këtij hadithit domethënë kanë bën libra. Këtë më kuptu që hadithi ky, unë tash që të përpara, më janë nisë për çet hadith, me veç çat një libër që ka shkruar për këtë hadith, veç për çet hadith. Një libër me nisë me zbërthy ka pak ose veç lexim dhe për këtë më apo ju që të shkon më shumë se një vjet. Një hadith. Tani për më dikush më thotë a ki plan me dal prej 20 haditheve të Imam Nevevit, apo se ki plan. Për këtë arsye, na po shkurtojna këtu hadith, ka pak, domethënë zbërthimin e tyre, pe shkurtojna. Dhe hadithi kë që e ka transmetu, fillimisht e ka sjellë Imam Neveviu, por gjendet në Sahihin e Muslimit, gjendet në koleksionin e Muslimit. Muslimi është libri Sahih Muslim, Sahih Muslim është libri më i saktë pas Kur'anit dhe Buhariut është ky. Dhe keni vrejju kur ligjerojnë alt, për shembull kur tham hadithi gjendet në Muslim, nuk e përmendë hiç sahih ose diçka, ose i vërtet ose ju. S'ka nevojë. Shaq se çka thon Imam Sallahi se dietarët janë pajtu për saksinë e këtyre dy librave, Buhariut dhe Muslimit. Dhe nuk lodh na hiç, ndërsa kur janë jashtë na këtyre, më keni vrejt që jashtë na Buhariut dhe Muslimit tham i sakt ose s'është i sakt, e përmendi. E ka bë dikur sakt ose se ka bën, e përmend. Ndërsa këtu dyja s'ka nevojë mu përmend. Për këtë arsye e kemi që hadithi i Gjibrilit vjen në Sahihin e Muslimit, vjen prej Omerit radiallahu anhu, vjen prej Omerit. Dhe Omeri radiallahu anhu thot, një ditë për ditëve, për bajket se leximin komplet, thot një ditë për ditëve ishmi tek pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Ishin me duke najt tek pejgamberi alayhi salam. Dhe pa prit mas, o duk një burr. Pa prit mas, erdhi një njeri, i cili kishte flokë të zeza shumë, edhe ishte me tesha të bardha shumë të bardha, dhe flokë shumë të zeza. Edhe thot, nuk ju dukshin gjurmët e udhëtimit të tij.
nuk ju dukshin gjurmët e udhëtimit të tij. Nuk e njefshmi, këtona nuk e njefshmi, edhe nuk e dishmi saktë se ka ardhur, as në teshat e tij s'kishte plëhen, për shembull, se njoni në shkretir me udhtu, me tesh të bardh, atë ngjitet plëhen. Thot nuk vreshmi shenja, po edhe në flokët e tij si të lanet, zeza, ama të pashta, nuk u vreke shenja të udhtimit e tij. Edhe thot Omer radiallahu anhu, ku pe tregon këtë ngjarje të Xhibrilit, Xhibrili është melek. Xhibrili është melek prej melekëve të Allahut. Edhe erdhi. E kërkoi pejgamberin alayhis salam, e drejtotën tek pejgamberi alayhis salam dhe kur ju afru nga pejgamberit alayhis salam, në këtë hadith po thot, ju afru pejgamberit alayhis salam, i bashkoi gjojt e tij, meleku Xhibril në formë të njerit. I bashkoi gjojt e tij me gjojt e pejgamberit. I bashkoi gjojt e tij me gjojt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i vendosi durt e tij në prehnin e tij. Dhe i vendosi durt e tij në prehnin e tij, e janë dy kuptime të hadithit. Kuptimi i parë, i vendosi durt e tij në prehnin e vet. Kjo edhe ju ul sikur me ju ul mësuesit përpara. Kjo është etik më na tregu se si duhet mos jetë me mësuesin. Tamam? Edhe ju afru nga i vendosi durt e tij në prehnin e vet, në kofshat e tij. I dyti kuptim për shkak në transmetimi tjetër është se i ka vendosur durt e tij Xhibrili në prehnin e pejgamberit. Kjo tek arabët është kuptuar dhe mund të më kuptuar edhe tek na, kur njëri don me të pyet për një çështje shumë serioze. Edhe një çështje që se ka veç hamendja dhe nuk e ka veç me pyet bashkë kështu, po e ka interes të madh. Neve më na bë më shenjë që përqendrohuni se në këtë çkanë tash e pyes pejgamberin asem është e rëndësishme shumë. Kjo e kanë nxjerr dietarët veç pse po kuptosin pas një transmetimi tjetër i vendosi durt e tij në prehnin e pejgamberit. Sikur tash kur shkon ti njonin me pyet dhe ki shumë interes tek ai. Kur shkon i afrohesh ngat, edhe i kop. Hej, e kam një hall kështu. A kishte më qenë më interesant ose më i gatshëm ose më shumë interesuar për më të përgjigjë në çit rast, apo nëse ti rrim për shkak prej larg, edhe hoj. A më pyet diçka be? A cila kishte më qenë më parsore që hoxha ose ai që ti po e pyet me kon më interesuar më të përgjigj, që kjo e dyta që kur ti afrohesh nat, dhe Xhibrili ju afru pejgamberit dhe i vendosi durt në prehnin e tij, sikur më tash përqendrohuni se po domun edhe ju që po ndëgjoni rrethit, sikur kanë shokëve, të pejgamberit sa përqendrohuni në ato çka po ju edhe i tha ja Muhammed, akhbirni anil islam. Pyetjen e parë që ju drejtu pejgamberit alayhis salam i tha ja Muhammed. Në vërtet tek sahabët, tek shokët e pejgamberit sa nuk ishte e njohur kjo shprehja ja Muhammed. Sa Allah i ka pas qërtu, mos me thirr në emër. Po ja me thonë, ja Rasulullah, ja Nebi Allah, dishka, o ja Ebel Qasim, ka që e kanë thirr, ndërsa, ja Muhammed, dhe qështu, thjesht nuk e ka toleru fort Allah me thirr. Dhe kjo e thirr me këtë. Vetë kjo pyetje kur u bën, u aludu që ky dishka nuk qenë ka bashkë normal si tjertë. Ky ishte melek, po këta se dishin shokët e pejgamberit sa. Edhe i tha ja Muhammed. Tha akhbirni anil islam. A ka mundësi pyetja ime është kështu. A ka mundësi më tregu se çka është Islami? Çka do të thonë Islam? Pejgamberi alayhi salatu wasalam më një herë i tha al-islamu an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam është me thonë në shahadetin, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut. Tjetër, tha wa tuqim as-salat. Edhe Islam është e dyta me fal namazin. Me fal namazin. Me fal namazin është për qëllim me i fal 5 vaktet namaz. Kjo është Islam. Nëse njëri për shembull se fal asnjë vakt, këtu është dorë për kornizave të Islamit. Islami po pejgamberi ja tregoi Xhibrilit, që Xhibrili ishte ardhur me një mesazh
Mja bon njerëzimit krejt, shukëve të pejgamberit në veçanti, edhe njerëzve në përgjithësi, mja bon një mesazh. Pra ai për momenti kur se fol hiç, ka dalë pi kornizave, nuk po hin hadithin që i tha peshëm Islam është me i fol namazin, por me i fol 5 vakte. Po edhe nëse i fol 4 vakte, apet në Islam s'është. S'themi që është e dalën krejt me 4 vakte, vetëm se në kornizën e asoj që ka thënë në hadith, nuk u tingëlloj ka. As 3, se ky din s'ka shor as me 4 vakte, as me 3, as me 2, as me 1. Po është orë me 5 vakte. Kështu, i tha me fol tjetër shka, o ti e zekat. E dyta është, ose e treta në këtë rast. E para tha me thonë shahadetin Islam është, e dyta me fol namazin, e treta me thonë zakatin. Me thonë zakatin, edhe zakatin hen, e më pasuri. Nëse ki pasuri që është të nejtë shpe 1 vjet ka nejtë, ka nejtë 1 vjet, një pasuri e madhe, e cila pasuri e arritë shumën, për shembull 85 gram ori, disa kur e kanë trajtu 85 gram ori të 24 karateve, që është e tjetër, nëse një herë rënë për juve, vetëm se 85 gram ori e përpjet, kanë nejtë, ose pasuri qaq, që nashta tash mund t'i bi një 4-5 mjerë, të kanë nejtë gjithë vitin, si ke mërcovë. Bile, disa kanë këshu qështën e zekati, kanë thonë nuk pe llogaritme me ori, por me argjente. Me argjente tani është hanezë dhe ma poshtë, mund tjetë diçka edhe nërë 2000 euro, të kenë me ty që ato gjithë vitin, sen s'të kanë vjetë të pare. Du me dhonë zekatin, e ki obligim, nëse dënë me pastruat pjesë shka te e ki, nëse se jep, pasurin ati zekatit tu ka ndot pasuria. Njoni ka mundësi ka të bu lira, njoni ka mundësi ka të bu lira, edhe i kalon lira që ato, lira të këtë i kështë bojnë 20-30 euro. S'diskutuhet, kjo që ka obligim me valë zekatin e tyre, s'diskutuhet. Jo, tani se jep zekatin, ato 20-30 ose ato 20-30 lira, pezam, i kote të buara ato, se ka tonë zekatin ju kënë ndy të kerejt ato. Kështu i ta pejgamberit, ja tregoj ke Xhibril, shkurtoj pak. Me dhon tha edhe zekatin. Pasurinë nëse ki 2.5%. Nëse je tregtar ki shitore, këta të marketeve të mëdha e të vivave këtyre këta kanë obligim zakatin. Dhe s'është zakati skryhet. Këta mendojnë që i bekojnë zakatin, na si të vjen Ramazanit kushtimisht, ata i morrin mushin do kese. Elhamdulillah, Allah e shpëleft. Ja kthejt me udhëzim. Ndërsa pse ato i mushin do kese, zakat s'kan kry. Zakati don kështu. Kështu është me, jo për pasurisë, ato me morë mall çka ki. E tjetër çka, ta me thon zakatin, me agjeru mujin e Ramazanit. Islam është, tha pejgamberi për përsëriti që më ngolit juve në kokat e juve, Islam pi ka dhënë pejgamberi Xhibrilit, e që ishte në fund njeri, hala nuk u dike që kush është ky njeri, pyetsi. I tha Islam është me thon shahadetin, se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Këto zotna të tjerë janë të kutë dhe të rrejshëm. Allahu është veçaj që ka qenë gjithë, është dhe do të mbetet. Muhamedi sa është pejgamberi i tij, me fol namazin, me dhon zakatin, me agjeru mujin e Ramazanit. Me agjeru, edhe kjo është Islam. Po tjetër, Islam është edhe me shku në haqj. Kush i ka mundësit me shku në haqj, e ka farz, e ka obligim. Ma strikti mendojnë këtë çështje janë hanefit. E që na man kundërshtim me mëdhëbin punim të na. Se në mëdhëbin hanefi nuk është ty kur dush. Nuk u kur dush, po qatë si të bohën kushtet, me njëherë, shka të vanesh i në gjuna. Që të vanesh? Të bohën kushtet, shka të vanesh hoxhin, i në gjuna. Ndërsa, për ata që kanë mundësi, ata që kanë mundësi me kushte, sështë nuk, edhe nuk lejuhet, nëse dikush dënë me morë komot, me kredi, pare për me shku në haqë. As nuk e ka obligim hoxhin, për desë s'pas ka para për me shku e para, edhe e dyta me marrë kredi ka haram. Dyjat. As nuk e ka me tonë të obligim me lyp veresi. Mirë, të gjavë të kështë alhamdulillah. Vetëm se obligima e ki me lyp veresi, nëse si ki parë të tua, si ki obligim. Ki parë të tua, që atëre ki obligim. E tjetra, edhe me pos mundësihin edhe tek mundësia shëndetësure. Ajo ke materiale edhe mundësia shëndetësore. Nëse njoni ka mundësi me shku, por shëndetin nuk e ka të mirë.
Shëndetin se ka ai sun rrin kom heq. Ai një tërë me qitë për shpijes, ai bërë në kjarë zëvët. Edhe tash ju ka kujtu që, ose tash ka kopullzimi zëvëtit, ja ka prejkë në zemën e ti që po do ka me shku me kry haqë, atëherë, mi po tash s'mon. Atëherë kë, mundësia ti është nëse i ko kushtet, e që një njëri bedel, zavens. Ndërsa kështu, vetë nuk kërkohet mo prej tina me të gjithë qyshin deke keme shku, kështu nuk kërkohet. Kjo ishte veç pyetja e parë. Që ja boni Gjibrili, pejgamberit e selam që ka është islami, kjo ja këthe islami është kjo, edhe në fond ai i tha sadaqte të vërtetën, e the o Muhammed, dhe shokët e ti tha nuk që ditëm, kjo edhe i huji, edhe ja nisi o Muhammed, jo ja Rasul Allah nuk ja nisi, edhe e pyeti që zakonisht nuk din, për sa të pytaj, ndërsa në fund i tha bile të vërtetën e the, i jasa kësaj përgjigjen. Tha që kjo na vdek shumë interesant Omeri, presje që tu hadithi kjo vazhdon inshallah herën e ardhshme, lusë Allah të na fort mëshirën, lusë me Allahun azza wa jall në xhenet me pejgamberin ata kanë të na bashkan. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.